Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Binjakëve. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, për prindjes që nuk arritën dot të lexoj javën e kaluar, por që do filloj të bëj mesazhe pothuajse çdo ditë dhe një në javë leximet e radhës. Të dashur binjak, të shohim sot çfarë mesazhesh apo këshillash do marrin për ju. Po fillojmë me vdekjen Ariadne, quhet engjulli i vdekjes, por që nuk është vdekja që e dim ne, po është një formë rilindje magjistare, shohim uroj vërtet, jashtëmase e bukur. Të dashur binjak, jeni duke, ta them tani kështu, duke refuzuar ndryshimet. Çfarë lloj ndryshimi që është kjo që është duke dashur për t'ju ardhur, jeni duke i refuzuar, apo një lloj rezistence për të ndryshuar gjërat. Kjo vdekje këtu është për të mirën e juaj, që do të thotë ndryshe rilindje për ju, ndryshime intensive në jetën e juaj, që do bëj apo do formoj një jetë, do sjell një mënyrë të mendimit, një mënyrë të jetesës, një mënyrë të veprimit më ndryshe dhe shumë më të mirë, që do ju drejtoj apo do ju nisë drejt atyre gjërave që vërtet i dëshironi. Por zona e komfortit, ajo zonë që mësohemi qoftë dhe keqe, nuk duam ndryshime, duam absolutisht të qëndrojmë këtu nga që i kemi frikë të ardhmen. Të dashur binjak, kjo vdekje do ndodh sot apo nesër, sado që mund ta rezistoni apo dëshironi ta rezistoni. Kjo vdekje është këtu për t'ju sjell atë më të mirë. Në fakt, të dashur, kjo ishte ajo vdekje, të dashur binjak, dhe në fakt thash i keni, më është magjistari, shikoni këtu ku është, magjistari është një energji që sjell kjo vdekje me vete, duke marrë tani, kur them vdekje nuk do të thotë që komplet karakteri juaj u zhduket, jeta juaj, jo, në atë kuptim, por që bëjmë kogja ndryshime intensive në mënyrë të mendimit, mënyrë se si veprojmë, mënyrë se si qasemi gjërave, dhe por nga ato të kaluarat duhet të marrim mësimin e duhur, absolutisht mësimin e duhur nga përjetimet, nga përvojat që kemi patur. Do thot, magjistari thot i kam të gjitha mbi tavolinë. Mbi tavolinë kam zhgënjimet e mia, mbi tavolinë kam sfidat e mia, mbi tavolinë kam sukseset e mia. Dhe nga gjitha këto është një lloj seleksionimi, një lloj vetësimi kam dhe këtu një lloj reflektimi, çfarë duhet mos bëj më, çfarë duhet të bëj, në çfarë mënyre dhe çfarë më ka sjellur deri këtu për të patur këtë sukses dhe çfarë më ka sjellur, cili veprim më ka sjellur për të patur dështimet e mia. Dhe kjo është ajo që duhet i keni në tavolinë të gjitha. Magjistari pasqyron 4 elementet e universit që është zjarri, uji, ajri dhe toka, do të thotë të gjitha i keni mbi tavolinë dhe është e pamundur të mos keni sukses, është e pamundur duke i patur të gjitha tools, që i thojnë gjitha veglat për ta ndërtuar atë gjë që dëshironi. Do thotë një çik vedisim të shtuar, analizë dhe për t'i bërë gjërat ngadalë dhe mirë, duke marrë dhe hequr ato çfarë s'bëjnë më për ju, të dashur binjak. Pra, dhe mbreti i pasqyrës që është këtu, që thot është i qartë, është intuitiv, është i sinqert, është di çfarë do, dhe kjo është ajo do t'ju bëj të kuptoni. Shpeshherë mendojmë shumë gjëra që duam, por kur realizohen sikur nuk ishte ajo që dëshiroja, nga që për momentin janë dëshira të momentit, janë dëshira. Çfarë është këtu që dua t'ju them, dua të qartësoheni. Dhe këtu kam një ndryqim, duhet të qartësoheni çfarë është më mirë për ju, cila mënyrë apo çfarë do donit, ku do donit të arrini. Dhe këtë asmish as pesh këta ndani në atë çfarë dëshironi, mishin apo peshkun. Pra, të dashur, martesa. Tani, ta them kështu,
në leximin e juaj sikur jeni me dikë e dëshironi personin, e doni, por që ka ca gjëra që po ju pengojnë është ajo kjo, o e do ose do. Kjo është ajo që do thotë të jemi të qartë, të jemi të sinqertë dhe të dim vërtet çfarë duam. Lejo kjo energji të ndryshoj dhe të ndihmoj në rrugtimin tënd. Mos jeni kryeneq të ngulni këmbë, të qëndroni diku që nuk ju bën mirë, çfarëdo që të jetë. Dielli është martesë, dielli është sukses, lumturi, harmoni, gëzim, begati, mirëqenie, por siç thash është ndriçim në gjitha, hap sytë dhe i shikoni gjërat si në dritën e diellit. Dielli është letra më pozitive në gjithë tarot të dashur dhe me çfarë po mirreni mund të se po i shkoj këtu është paqe është peligrim, është ka mbledhur, siç thash, mbledh plaçkat, ato që janë për ju, ato që ju bëjnë, ato. Tani kur them plaçkat, nuk po them as të largoni nga diçka, po të merrni më të mirën e asaj që keni mësuar deri tani, të dashur binjak. Të zgjedhni çfarë është e mira për ju. Të mos ndikoheni nga rrethit, të mos ndikoheni nga partnerit, të mos ndikoheni nga askush, nga që ajo çfarë do vendosin do jetë e mira e të gjithëve. Do thotë ju të lumtur dhe gjithë rreth i lumtur, absolutisht. Por diçka sikur ju bën, keni frikë të ndryshoni, jeni mësuar dhe atë të keqa, po në atë të lëmsha, po në atë nga të rresë, do ta quaja që s'është asgjë, ta them, në qoftë se është lidhje, s'është asnjë lidhje siç duhet, nuk po funksionon siç duhet, dhe janë gjëra që duhet ndarë, të dini ku jeni duke shkuar. Kjo që në qëndrimi juaj, nga që është poshtë e letre, qëndrimi juaj është tet të shpatës që do thotë vuajtje të panevojshme vetes së juaj. Prandaj lejoni këtë energji të ndryshoj, apo gjërat që duan të vinë të reja në jetën e juaj. Hapni dyert, nga që kjo do jetë më e mira për ju. Mos e keni frikë të ardhmen.